Në këtë shërbesa kishtare, në të cilën do të bëhet pakëzimi disa fëmijë, spallja e fjalës së Perëndis na vjen nga Marku 10, vargu 13 deri 16. A mund të lexosh ti Bleta çfarë është shkruar në mur nga Bibla? Atëherë i prun disa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte ata, por dishepujt i qërtonin ata që i prun. Kur Jezusi e pa këtë, i ndinjuar, u tha atyre: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndis. Në të vërtetë po ju them, se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të. Dhe si i mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta." Faleminderit. E pësëri vargu 14. Atje është shkruar: kur Jezusi e pa këtë, i ndinjuar, u tha atyre: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndis." Dhe në këto fjalë dëgjojmë mesazhin ungjillor sot. Lërini fëmijët të vinë tek unë. Ky mesazh nuk do ta bëj vetëm për fëmijët. Ky mesazh ka kuptim për të gjithë ne, të vegjël dhe të mëdhenj, të rinj dhe të vjetër. Do të përpiqem ta bëj të qartë. Vetëm dëgjoni me kujdes, sepse tema e predikimit është: mbretëria e Perëndis është gjithashtu e hapur për fëmijët. Dhe nëse ndjekim fragmentin biblik, diskutohen 4 çështje. Së pari, kemi dëshirat e prindërve. Pastaj, rezistenca e dishepujve. Së treti, vullneti e Jezusit. Edhe në fund, paralajmërimi dhe mesazhi ungjillor për ne. Përsëri. Pikë e parë, dëshirat e prindërve, sepse ne lexojmë në Marku 10 vargu 13, atëherë i prun disa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte ata. Pika e dytë është rezistenca e dishepujve, sepse 13 vazhdoi: por dishepujt i qortonin ata që i prun. Pika e tretë është vullneti i Jezusit. Ne lexojmë për këtë në vargun 14 dhe 16. Kur Jezusi e pa këtë, i ndinjuar, u tha atyre: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndis." Dhe në vargun 16, dhe si i mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Edhe ne do të mbarojmë këtë mesazh me një paralajmërim dhe mesazh ungjillor që është shkruar në vargu 15. Vargu 15 thotë: "Në të vërtetë, po ju them, se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të." Do të them tani më shumë për të. Dëgjoj. Ata qëndrojnë. Ku? Kush? Dishepujt e Jezusit. 1, 2, 3, sa dishepujt? 12. Ata marrin frymë të lehtësuar, sepse ishte një diskutim shumë e vështirë. Farizejt kanë ardhur te Jezusi, mjeshtri i tyre,
me një temë shumë të vështirë. Ata kishin ardhur me një pyetje. Jo, nuk është një pyetje e zakonshme, ata kishin një pyetje për ta tunduar Jezusin. Për ta bërë Jezusin të thotë diçka të gabuar. Bëhej fjalë për martesën dhe divorcin, rreth ligjit të Mojsiut dhe praktikës së vështirë të jetës të përditshme, por Jezusi nuk u tundua. Ishte një moment tensioni, me shumë emocion, por në fund të fundit farizejt nuk kishin që të thoshin më dhe u larguan të mundur. Dhe tani Jezusi mund të pushoj pak. Por nuk është e thënë. Kush po vjen atje? Disa njerëz po vinë atje me fëmijë të vegjël. Babalarët dhe nënat, gjyshirit dhe gjyshit, bajnë në duar fëmijët shumë të vegjël. Ka edhe fëmijët që mund të ecin dhe të vinë së bashku me baban ose nënën e tyre. Cila ishte moshja e tyre? Ndoshta 4 muaj, ose 2 vjeç, ose 3 ose 4 vjeç, ndoshta edhe 10 vjeç. Nuk e dim. Bibla thot se ata janë fëmijë të vegjël. Kaq. Edhe çfarë do të bëjnë me gjithë ata fëmijë? Ne lexojmë atë në Bibël. Ata i sollën fëmijët të Jezusi që ai t'i prekte ata. Tek Mateu lexojmë se njerëzit donin që Jezusi të vinte të duart mbi ta dhe të lutej me ta. Përse? Përse do të donim ata prindër që Jezusi t'i prek dhe t'i bekoje fëmijët e tyre? Përgjigje për këtë pyetje nuk është në Bibël. Por ne mund të nxjerrim 2 përfundim prej saj. Para se të gjithash, kjo tregon nderimin e madh që njerëzit kishin për Jezusin. Por edhe, së dyti, se ata fëmijë kanë nevojë për bekimin e Jezusit. Judejt kishin zakon t'i sillnin fëmijët e tyre të vegjël te rabinët për të marrë një bekim prej tyre. Si rezultat, prindrit kërkojnë mbrojtjen e Zotit për jetën e tyre të re dhe të pambrojtur. Dhe në këtë mënyrë, ata tregojnë se kërkojnë të mirën për fëmijët e tyre. Tani, ata vinë te Jezusi, me fëmijët e tyre për të kërkuar bekimin e tij. Ata kërkojnë më të mirën për fëmijët e tyre, sepse gjithçka varet nga bekimi i Zotit. Bekimi i Zotit është shumë e rëndësishëm. Edhe tani. Ju nuk mund të jetoni pa atë bekim, dhe nuk ka të bëj vetëm me bekimin e përkohshme. Shumë i rëndësishëm është bekimi shpirtëror. Duke ardhur te Jezusi me fëmijët, ata tregojnë se e din me siguri se Jezusi ka një ndikim të bekuar te fëmijët e tyre. Dhe kjo është e vërtetë. Jezusi bekon me dhënien e një zemër të re. Ai i bën ata qytetar të mbretërisë së tij. Mirë.
Tani mund t'i bëjmë vetës pyetjen. Cila është dëshira jonë për fëmijët apo nipërit tanë? Çfarë po kërkojmë për ta? Ne jemi kaq të zënë duke u kujdesu për ta? Çdo ditë, sepse ne I duam shumë fëmijët tanë, patjetër. Ne I shohim ata si princa ose princesja, dhe ne do të bënim gjithçka për të. Ne I kushtojmë vëmendje të madhe për të siguruar që atyre nuk u mungon asgjë. Kjo është shumë e mirë, patjetër. Por, me të vërtetë, si I shohim fëmijët tanë? Fëmijët tanë janë dhuratë nga Perëndia dhe ne jemi përgjegjës për mirëqenjen e tyre fizike dhe mendore. A shohim ne nevojën e tyre për këtë? Sepse gjithashtu ata u ngjisen dhe lindën në mëkat ashtu si ne. Forma jonë e pagëzimit fillon me këtë fjali. Ne, të rriturit dhe fëmijët tanë, jemi të ngjisur dhe të lindur në mëkat, prandaj jemi bijë të zemërimit dhe nuk mund ta shohim mbretërinë e Perëndis përveç se të lindemi sërish. A është dëshira jonë t'i sjellim ata te Jezusi? Edhe pse Jezusi tani është në qiell, ne ende mund t'i sjellim ata tek ai nëpërmjet lutjes son. A lutemi me dhe për ta? Dhe gjithashtu duke lexuar Biblën me ta dhe duke u treguar atyre për Perëndin, shumë e thjesht, por shumë serioze gjithashtu. Çdo ditë lutuni së bashku, lexoni Biblën së bashku, flisni së bashku dhe këndoni psalmë dhe këngë së bashku para se të flini. Dhe veçanërisht për ty, Joshua dhe Klodis, Florian dhe Admira, me fëmijët e tyre, cila është dëshira juaj për fëmijët tuaj? Ju keni ardhur me fëmijët tuaj para Perëndis sot. A doni që Jezusi do të bëj duart e tij mbi të dhe të bekoja atë? Kjo është shumë e nevojshme. Kemi ardhur tek pika e dytë. Rezistenca nga I shepujt. Ne I kushtojmë vëmendje asaj që ndodh më pas. I shepujt marrin masa. Mjeshtri I tyre është I lodhur dhe ka nevojë të pushojë dhe apo vjen një grup tjetër njerëzish. Kjo nuk është e mundur tani. I shepujt duan të kujdesen për mjeshtrin e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse ata duan ta kthejnë mbrapsht këtë grup njerëzish. Sidomos kur shohin që këta njerëz të gjithë kanë fëmijë me vetë. Çfarë kërkojnë gjithë ata fëmijë nga Jezusi? Ata janë shumë të vegjël për të folur me të. Ata janë shumë të vegjël për ta dëgjuar dhe kuptuar fjalën e Jezusit? Jo. Sipas tyre, kjo nuk është e nevojshme. Kjo është një humbje kohë.
Kjo e bën edhe më të lodhur mjestrin e tyre. Në Bibël thuhet se ata I qortuan njerëzit, babelarët dhe nënët, që kanë ardhur me fëmijët e tyre. Dishepujt I ndaluan njerëzit. Ata e bllokuan rrugën drejt Jezusit dhe I kthyen brapsht ata. Dishepujt thanë, nuk ka vend për ju dhe fëmijët tuaj me Jezusit. Ishte shumë rëpt. Dhe kjo është ajo që bën dishepujt. Djegësit e Jezusit, të cilët u dërguan për të predikuar ungjilin dhe për t'i thirrur njerëzit të kthehen te Perëndia. Dhe tani ndodh kjo. Ata I largojnë njerëz dhe I pengojnë fëmijët të vinë te Jezusi. A ndodh kjo sot? Unë mendoj po. Jam I sigurt. Shumë shpesh fëmijët mbahen larg Jezusit. Atyre është bllokuar rrugën. Pse? Si ndodh kjo? Kjo mund të bëhet në shumë mënyra të ndryshme. Do të përmend vetëm disa shembuj. Duke ju penguar të vini te Jezusi, për shembull, duke mos u quar në kish, ose duke mos folur me fëmijën tuaj për Perëndinë dhe Biblën, duke mos u lutur së bashku me fëmijën tuaj, duke mos u treguar fëmijëve tuaj për mëkat dhe për shpëtimin dhe për Jezusin, duke mos u thënë atyre se mund të duhet dhe të kenë një zemër të re dhe të pastër. Dhe në ana tjetër, duke u aprisur mendimet dhe kohën e tyre me gjërat të këqija, për shembull shikimi I filmeve të gabuar, ose quarja e tyre në vende ku Zoti dhe shërbimi I Tij nuk merren parasysh. Dhe mund ta plotësoni ju vetë. Si ne si udhëheqje e kisesh, ne si edukatorë dhe prindër, mund t'i ndalojmë fëmijët tanë të vinë te Jezusi? Joshua dhe Klodi, kemi Florian dhe Jetmira, mos I pengoni në asnjë mënyrë fëmijët tuaj që të vinë te Jezusi. Le të vazhdojmë pika 3. Çfarë është vullneti e Jezusit? Çfarë ne kemi lexuar te vargu 14 dhe 16. Vargu 14 thot, kur Jezusi e pa këtë, për fat të mirë, ai e sheh atë. Shkrua në Marku, jo në Mateo o Luka. Ai është mbi të. Pavarësisht se çfarë përpiqet Satani, mendoni pak për Jobin nga Dhjata e Vjetër. Pavarësisht se çfarë bëjnë njerëzit, mendoni pak për Jozefin nga Zbules, nga Zanafila. Mendoni për përsekutimin e sotme edhe të kristerëve gjatë regjimit e komunistit. Jezusi e pa këtë. Dhe kjo nuk do të mbetet pa pasoja, ai do të bëj drejtësi. Është një nguzolim për njerëz që vuajnë, që janë përsekutur. Edhe Jezusi u zemërua thellë me dishepujt.
Madje Marku thot se Jezusi u indinjua. Dhe kjo vlen edhe sot. Kur vendosim një pengesë për fëmijët tanë, kjo nuk i pëlqen Perëndis. Kushtojini vëmendje kësaj. A do që fëmijët të jenë me të? A do që Abi dhe Dori, a do që Elja të jenë me të? Lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni. Lexoni në vargun 16 se çfarë bën Jezusi me ta fëmijë të vegjël. Ai i përqafoi ata. Ai vendos duart e tij mbi kokët e tyre dhe i bekon. O sa fëmijë të lumtur. Këtu shohim dashurinë e Jezusit për këta fëmijë të vegjël. Dera e mbretërisë së Perëndis është veçanërisht e hapur për fëmijët. Shiko, kështu dashurinë dhe mëshirën e tij. Ai erdhi, Jezusi erdhi për të kërkuar dhe për të shpëtuar njerëzit dhe fëmijët e humbur. Fëmijët së shpejti do të pakëzohen këtu. Do të shihni së shpejti, ata janë shpërkatur me ujë si shenje dhe vull e gjakut shlyvës të ndërmjetësit Jezus. Dhe me atë ujë, emri i Zotit Triun është i lidhur në mënyrë të pashlyeshme me emrat e këtyre fëmijëve. Ujë thahet, por kjo shenjë mbetet gjithmonë. Perëndia thot, përmes kësaj shenje pagëzimi, ju duhet të më doni mua dhe të më shërbeni mua. Është sikur Perëndia po thot, unë vë dorën time të bekimit mbi këta të vegjël, sepse duhet që ata të vinë në mbretërin tim. Lërini të vinë tek unë dhe mos i pengoni. Le të mbyll me një pikë e katërt, një paralajmërimi dhe mesazhi ungjillor për ne sot, tani, këtu. Sepse shkruar te vargu 15, në të vërtet po ju them se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të. Sepse për të tillë është mbretëria e Perëndis. Të tillë. Jo vetëm për ata fëmijët në atën kohë, ose për fëmijët në përgjithësi, jo edhe për ata që ndihen si fëmijë, që sillen si fëmijë, sepse e tillë është mbretëria e Perëndis. Marku e lidh edukimin me të. Vetëm Marku. Këtë nuk e lexojmë te Mateu dhe Luka, dhe ky mesim i Markut përmban së pari një paralajmërim, por gjithashtu një inkurajim. Dhe ky është një paralim për prindërit dhe gjyshërit, për udhëheqjet në kishë, për njerëz në autoritet, mos u bëni pengesë. Sa keq është që fëmijët pengohen prej tyre të hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Në të njëjtën kohë ekziston
thirrja e mrekullueshme, bëhuni si fëmijë. A dëshiron të pendohesh? A dëshiron të marrësh një zemër të re? A dëshiron të hysh në bretërinë e Perëndisë ti? A dëshiron ta duash Jezusin dhe ti shërbesh atij? A dëshiron të jetosh për lavdinë e tij? A dëshiron të jesh i shpëtuar nga mëkatet e tua? A dëshiron të jetosh i shenjtë përpara Perëndisë? Vargu 15 na tregon: në të vërtet po ju them se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të. Hyrja në bretëri është në njëjtën me pranimin e bretërisë. Bëhuni si një fëmijë. Kjo do të thotë silloni si një fëmijë i vogël. Të jeni të bindur ndaj Zotit, pa pyetje, i besueshëm, i farur nga ai. Me këtë rrëfim me gojën e zemër, kjo që po bën është mirë, o Zot. Mësoni të më ndiqni pa bërë pyetje. Unë e vendos jetën time në duar tuaja. Ndoshta, ky mesazh është i çuditshëm për ty, për ju. Dhe keni pyetje me lidhje në të. Patjetër ne jemi në dispozicion për t'ju dëgjuar dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja. Po një gjë, le të jetë e qartë për të gjithë ne. Edhe Zoti ju thirret dhe thot: pendohuni dhe besoni Ungjilin. Dëgjoje zërin e tij nëse dëshiron të shpëtohesh. Çfarë ju pengon të vini? Pse po i pengoni të tjerët të vinë? Dëgjoni zërin e Jezusit që thret: e jani tek unë të gjithë ju. Po, dëgjoni këtë? Të gjithë ju që mungoheni dhe jeni të rënduar, unë do t'ju jap shllodhje. Përkule veshin dhe e jani tek unë dhe shpirti yt do të jetojë. Ky shërbim pagëzimi është një shenjë e qartë dhe e dukshme që Jezusi qëndron ende me krah hapur. Ai gjithashtu na thot të gjithëve: lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni. Lërini fëmijët e vegjël, lërini Abi dhe Dori dhe Elja të vinë tek unë dhe mos i pengoni. Amen. Le të lutemi së bashku. Zot Perëndia ynë, ne vim përpara Teje përsëri. Edhe ne do të falenderojmë Ty për fjalën Tënde që ne kemi dëgjuar. Janë fjalë shumë të qartë që nuk mund të pengohen fëmijët, por gjithashtu për ne të gjithë. Dhe prandaj na bekot të gjithë ne, edhe në vazhdim bekot gjithashtu pastori dhe prindërit me fëmijët
ku ne kemi ardhur të vende pagëzimit. Të bëj këtë lutje në emër të Jezusit. Amen.